Ndërsa nesër do të dalin në gjykatë për mas sigurie. Prokuroria e Tiranës doli me njoftim zyrtar dhe detaje në lidhje me vrasjen tronditëse të gjyqtarit Astrid Kalaja më 6 tetor në sallën e gjyqit. Në pranga është autori i vrasjes Elvis Shkambi dhe 2 persona të tjerë për vrasje të funksionarëve publik, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, armbajtje pa leje dhe shpërdorim detyre. Tashmë këto akuza janë zyrtarizuar ndaj autorit 30 vjeçar Gjon Shkambit, dëxhait të tij dhe Banush Koxhait, punonjës i sigurisë. Sipas prokurorisë, sapo gjyqtari Astrid Kalaja shpalli vendimin, Elvis Shkambi i pranishëm në sallë ndori nga brezi një armë zjarri dhe qëlloi disa herë në drejtim të gjyqtarit, duke e lënë të plagosur rënd. Ai më pas qëlloi edhe në drejtim të 2 palëve kundërshtar, kur Akip Kurtaj dhe Ervis Kurtaj mbetën të plagosur, njëri në trup dhe tjetri në dorën e djathtë, pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të shërbimeve të urgjencës dhe transportimit të gjyqtarit drejt spitalit të traumës. Astrid Kalaja ndroi jetë gjatë rrugës. 2 të plagosurit ndodhen jashtë rrezikut për jetën, thot prokuroria. Në hetimet del se pamjet filmike të kamerave të sigurisë tregojnë se në orën 13:42 të ditës së ngjarjes, autori ka kaluar skanerin e metalit që sinjalizoi prezencën e objekteve të dyshimta. Megjithatë, punonjësi i sigurisë nuk reagoi, nuk kreu kontroll fizik dhe nuk regjistroi personat në protokoll, duke lejuar hyrjen e armës së zjarrit në ambientet e gjykatës, thuhet në Prokurorinë e Tiranës. Gjithashtu, sipas hetimeve paraprake, nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të ndalur autorin, nipin e tij gjatë momentit të vrasjes dhe ka qëndruar i qetë, çka ngre dyshime se ai kishte dieni për planin kriminal. Prokuroria shton se ndaj këtij personi ka pasur edhe kallëzime të mëparshme për kërcënime me jetë ndaj palëve, madje edhe deklarata publike në media ku shprehej qartë për qëllime hakmarrjeje. 3 të dyshuarit ndodhen në paraburgim dhe prokuroria ka kërkuar për ta masën e sigurisë arrest në burg, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të motivit dhe rrethanave të ngjarjes po vijojnë.